Në zemër të një fushe të shesht që ngjan e qetë, ku gruri tundet lehtë nga era dhe horizonti humbet mes fshatrave të vegjël, ndodhet një vend që në Shqipëri ka marrë famë për diçka që askush nuk e thot dot plotësisht me gojë. Fieri. Një tokë e heshtur që ka mbartur për qindra vjet një traditë kaq të lashtë dhe kaq të fshehtë, sa sot shumë njerëz e njohin vetëm nga një emër: magjitë e Fierit. Një frazë që e dëgjon në treg, në autobus, në televizor dhe në jetë të përditshme. Askush se di sakt nga ka nisur, si ka lindur ose kush e ka ndezur për herë të parë këtë zjarr të misterit. Por fama u kthye në legjend, legjenda u kthye në frikë, frika u kthye në mit dhe miti mbijetoi. Historia e magjive të Fierit nuk është histori dreqi, demonësh apo errësire të zezë. Njerëzit e zonës nuk kanë qenë kurrë okultist në kuptimin modern. Ajo që kanë pasur është diçka më e thellë, një trashëgimi pagane, mijëravjeçare, që nuk është shuar as kur erdhi feja, as kur erdhi pushteti, as kur erdhi moderniteti. Një trashëgimi që është ruajtur nga gratë e vjetra të fshatrave, të cilat e morën këtë dije nga nënat, gjyshet, stërgjyshet dhe e transmetuan si një kod të padukshëm. Tradita nis shumë herët në kohën e Ilirisë, ku njerëzit besonin se uji kishte shpirt, zjarri kishte fuqi, fjala kishte peshë dhe hëna ishte syri i një hyneshe të vjetër që shikonte gjithçka. Në Myzeqe kjo kulturë u ruajt më fort se kudo tjetër. Arsyet janë të qarta. Zona është fushë e izoluar, me fshatra që për shekuj nuk kanë pasur ndikime të forta nga jashtë. Dhe në këtë izolim, ritualet mbijetuan. Në fshatrat përreth Fierit, Portës, Patos, Frakull, Hamil, Shtyllas, Levan, ekzistonte një figurë që nuk shkruhej në asnjë regjistër zyrtar dhe nuk thirrej me emër në publik. Ishte ajo, të diturat, gratë që dinë. Në Libofsh sidomos, kjo figurë është e gjallë edhe sot në kujtesën kolektive. Ishte një grua e moshuar që nuk bënte zhurmë, nuk kërkonte para dhe nuk fliste shumë. Në shtëpinë e saj e dinin të gjithë. Aty hyje me merak, dilje më i qetë. Disa besonin se ajo fliste me një fuqi të padukshme. Disa thoshin se ajo shihte gjëra që të tjerët nuk i shihnin. Disa të tjerë e shpjegonin thjesht me shërim popullor. Por asnjë se mohoi se Libofsha kishte një emër që nuk harrohej kurrë. Ritualet e Fierit janë thjesht, por mbajnë një energji të vjetër. Një nga më të famshmit është djegja e kripës. Një grua e zonës merr një pjatë të vjetër, hedh një grusht krip të trash dhe e vë mbi zjarr. Ndërsa kokrat e kripës fillojnë të qahet e të plasin, ajo dëgjon tingujt. Brenda zhurmës së kripës, gratë e Fierit lexonin shenja, sikur zëri i asaj që plas të fliste. Nëse kripa qahet një herë, ke marrë sy të keq, thoshin ato. Nëse qahet 2 herë, dikush të ka lakmuar. Nëse qahet 3 herë, dikush të ka dashur keq. Ishte një gjykim që në dukje ishte i thjeshtë, por në një shoqëri ku fjala e njeriut ishte ligj, kjo ishte më e fortë se çdo vendim zyrtar. Një tjetër ritual i famshëm ishte mbathja e gojës. Ky zakon gjendej në shumë zona të Myzeqes, por në Libofsh njihej si një praktikë e rrallë që bëhej vetëm në raste të rënda. Çdo familje ka historinë e saj. 2 njerëz që ziheshin pa arsye, një burr që largohej nga shtëpia pa shpjegim, një nuse që s'ndihej mirë, një çift që s'rrinte dot bashk. Dhe gjithmonë vinte fraza e famshme: shkota ajo e Fierit, të mbath gojen. Rituali bëhej duke vendosur një copë të bardhë, një gërshet prej fijeve të bezës, një gotë ujë të ftohtë dhe disa fjalë të vjetra që përcilleshin vetëm te gratë e zonës. Në dukje ishte një gërshetim i qëndrueshmërisë psikologjike me ndikimin social, por për njerëzit ishte magji. Pastaj vjen syri i keq, një koncept i thellë që në Myzeqe ka një fuqi krejt të veçantë. Në zonën e Frakullës thuhej se disa njerëz lindnin me shigjetën e syrit. Pra, shihnin një gjë dhe ajo thërmohej brenda pak ditësh. Në fshatra si Hamil dhe Shtyllas, nënat nuk lejonin të lavdishmin të hynte në shtëpi pa bërë shenjën e kryqit. Disa madje vendosnin një lugë të hequr poshtë jastëkut të foshnjës, një ritual i vjetër i lirë që besohej se largonte energjitë e këqija. Libofsha ka një vend të veçantë në këtë histori, sepse është një fshat ku askush nuk thot shumë, por të gjithë din diçka. Shumë njerëz tregojnë për një grua që u jepte zgjidhje çifteve që s'bënin derman, nuseve që ndiheshin të mbytura nga shtëpia e re, apo fëmijëve që qanin pa arsye. Shtëpia e saj ishte e zakonshme, por brenda asaj dere zhvillohej një traditë që kishte kaluar shekuj të tërë. E njëjta gjyshe që bëri rritin e ujit për dik në 1980, e kishte mësuar nga nëna e saj në 1930, dhe ajo ndoshta nga dikush në 1890.
Një zinxhir i padukshëm dije që mbjetoi në heshtje. Fieri mori famë në vitet e komunizmit dhe pas tij, sepse ishte një nga pak zonat ku këto rituale nuk u zhdukën. Njerëzit vazhdonin t'i bënin fshehurazi, natën, larg syrit të partisë. Kjo e shtoi legjendën. Kudo në Shqipëri qarkullonte fjala. Në fier ka gra që din gjëra. Në fier ka njerëz që flasin me ujin. Në fier ka gra që heqin të keqen me dorë. Nga një thashethem në tjetrin, emri u rrit. Dhe sa më shumë flitej, aq më shumë njerëz vinin. Derisa fieri u kthye në qendrën simbolike të magjive shqiptare. Por a ishin vërtet magji? Në kuptimin okult, jo. A ishin rituale pagane që i mbjetuan kohës? Po. A ishin praktika psikologjike të fuqishme për një shoqëri të traumatizuar nga varfëria dhe shtypja? Po. A u kthyen në legjenda? Pa diskutim. Në fund të fundit, magjitë e fierit janë një kujtesë e gjallë e identitetit ton më të thellë. Janë një dëshmi se Shqipëria ka ruajtur zakonet e lashta të ilirëve, të paganit, të kulturës së malit dhe fushës. Janë një pasqyrë që tregon se sa shumë beson njeriu te fjala, te besimi, te shpresa dhe te rituali. Dhe në këtë dritë, magjia nuk është diçka e frikshme. Është thjesht mënyra se si njeriu i jep kuptim jetës, frikave, sfidave dhe misterit të madh të botës. Magjitë e fierit nuk janë formula, janë histori njerëzore, janë gra të urta, janë fshatra që ruajnë fshehtësinë, janë mbrëmje të heshtura në libofsh, janë zjarre që plasin kripën, janë ujëra që mbajnë fjalë, janë shpirtra të vjetër që ende jetojnë në kujtesën e zonës. Dhe me sa duket, kjo është arsyeja pse Shqipëria si ka harruar kurrë.